Përshëndetje dhe si dritash, si jeni sot? Unë sot kam marrë tabakan time të vogël dhe kam vendosur t'ju shëras. Sot do ju shëras me vigona. Shikoni? Atëherë, po një më njëmë si fillim këto, sepse do kalojmë edhe tek shërasin, do kalojmë edhe tek vigonat, por si fillim më lejoni të them 2-3 fjalë të vogla. Mirë se erdhën në një tjetër video. Sot që keni kuptuar, neve kemi një tjetër leksion infirmieror dhe do të flasim për kateterin periferik venos. Si fillim dua të falenderoj secilin prej jush që më ndjek, që më shikon, që mëson nga ne dhe që na vlerëson. Kam marrë shumë mesazhe të bukura, shumë mesazhe të ndjera, ku më keni shprehur mirënjohjen dhe fjalët tuaja më të bukura. Gjithashtu, përfitoj nga rasti për t'ju thonë për të më bërë subscribe edhe share që pse jo studentët dhe infirmierët e tjerë dhe të na bashkohen pra këtij komuniteti infirmieror në YouTube, por dhe në Instagram gjithashtu. Pa humbur kohë, ne do të kalojmë tek leksioni sotëm. Sot, infirmierja Adel do të shpjegojë dhe do të flasë për kateterin periferik venos. Qëllimi i këtij leksioni është shumë i qartë. Janë 2-3 pika të vogla që unë do rendis më një herë tani. Si fillim, duhet të dim çfarë është kateteri periferik venos, ku vendoset ky kateter, përse vendoset, cilat janë komplikacionet, cilat janë mjetet e nevojshme për vendosjen e një kateteri periferik venos, dhe gjithashtu do të flasim për llojin dhe madhësitë e tyre. Pa humbur kohë, le të kalojmë tek leksioni më poshtë. Kateteri periferik venos është një kanjul plastike, sterile, fleksible, që futet në një vend periferike për të krijuar akses të drejt për drejt në qarkullimin e gjakut. Pasi futet, anka metalike hiqet, ndërsa në vend mbetet vetëm kateteri plastik. Njësoj si në videon e demonstruar. Ka disa arsye se pse ky vigon vendoset. Ndërto, mund të përmendim transfuzionin e gjakut, mund të përmendim gjithashtu administrimin e një terapie intravenoze, përdoret kryesisht në urgjenca, sepse terapia intravenoze, pra çdo medikament që neve administrojmë me anë të vigonit, përthithet më shpejt në organizëm. Kështu në urgjenca është e domosdoshme që çdo pacient duhet të ketë një kateter intravenoz. Përdoret kryesisht në rastet e dehidrimit për të dhënë sa më shumë likide dhe elektrolite. Edhe për një qëllim tjetër, të cilin nuk është se përmendim shumë shpesh, përdoret për injektimin e lëndëve të kontrastit, siç është për shembull për CT skanerin apo për MRI-n. Se çfarë është e kuptuam. Qëllimi se përse përdoret edhe këtë e kuptuam, por ku vendoset ky kateter periferik venos? Cilat janë venat në të cilat neve përdorim? Po ju jap një hint të vogël, e kemi thënë edhe tek procesi i flebotomisë, pra tek procesi i marrjes së gjakut venos, mos bëni skip, por më shkruani poshtë në komente. Po ju pres. Hajdeni me mua tani t'ju hedhim sy më nga afër llojet të vigonave, madhësisë së tyre dhe kush përdoret ku. E ja, teksa e morëm sërish tabakan e vigonave. Në këtë bachinel ndodhen vigonat të cilën përdoren më së shumti në përditshmërinë infirmierore. Duhet të keni parasysh që njësia madhëse e vigonit është gauge. Vigoni i verdh është 24 gauge, përdoret për venat e holla dhe sipërfaqësore dhe tek neonatët. Shpejtësia maksimale e infuzionit është 20 ml për minutë. Vigoni blu është 22 gauge, përdoret kryesisht tek moshat pediatrike dhe për venat të shkurtra. Shpejtësia maksimale e infuzionit është 36 ml në minutë. Vigoni roz është 20 gauge, përdoret për dhënien e terapisë venoze. Shpejtësia maksimale e infuzionit është 60 ml për minutë. Vigoni jeshil është 18 gauge, përdoret në venat e mëdha dhe për transfuzion e gjaku. Shpejtësia maksimale e infuzionit është 90 ml në minutë. Vigoni gri është 16 gauge, përdoret për dhënien e shpejtë të likideve, ndonjëherë edhe në kirurgji. Shpejtësia maksimale e infuzionit është 180 ml në minutë. Vigoni kuq është 14 gauge, shpejtësia mesatare është 240 ml në minutë dhe kryesisht përdoret në kirurgjitë e mëdha. Duhet të keni parasysh që sa më i madh gauxhi, aq më i vogël diametri
Ekziston një rregull i artë si në çdo gjë në fushën mjekësore. Infermieri duhet të përdorë vigonin më të vogël të mundshëm me qëllim për mbushjen e terapeutike të cilën ai apo ajo ka nevojë. Tani kemi arritur tek momenti ku ne do të përzgjedhim së bashku mjetet e punës për vendosjen e një kateteri periferik venoz, pra për një manipulim infermieror. Tashmë unë erdha me një tabakat tjetër që është dhe pak më e bukur në formë, jam me bacinelën e mjeteve të punës. Do i hedhim një sy shumë të lehtë sepse më shumë do të flasim në leksionin e ardhshëm. Për vendosjen e një kateteri periferik venoz, ajo që neve na duhet janë alkooli, pambuku që do të bëjmë desinfektimin, patjetër duhen doreza, na duhet vigoni që ne kemi përzgjedhur për mjekime apo për trajtimin që ne do i bëjmë pacientit. Na duhet ngjitësi. Na duhet gjithashtu edhe zhguti për të palpuar venën. Kjo është bacinela me të gjitha mjetet që ne vani nevojitet apo që një infermier i nevojitet për të vendosur kateterin periferik venoz. Si në çdo manipulim tjetër infermieror apo në mjekësi, asgjë nuk është absolute. Edhe ky proces, sado i përditshëm dhe sado rutinë mund të jetë, edhe i thjeshtë mund të jetë, sërish ka disa komplikacione. Disa nga komplikacionet më të shpeshta mund të përdoren flebitin. Flebiti është inflamacioni i venës. Disa nga simptomat apo nga shenjat në të cilat neve kuptojmë që një pacient mund të ketë krijuar flebit në një kateter periferik venoz janë skuqje, ngurtësimi i venës edhe dhembi gjithashtu. Që infermieri duhet të përdorë vigonin më të vogël të mundshëm me qëllim për mbushjen e terapeutike të cilën ai apo ajo ka nevojë. Por, çfarë bën infermieri në momentin që kupton që pacienti ka krijuar flebit? Në këtë moment, infermieri menjëherë heq KPV-n, pra menjëherë bën heqjen e vigonit, më pas i bën një komprimim të vogël venës dhe më pas i vendos kompresa me ujë të ngrohtë. Flebiti gjithashtu është edhe ndër komplikacionet më të shpeshta në të gjitha ato që ne do të flasim më poshtë. Një nga arsyet se pse mund të krijohet flebit është mbajtja për një kohë shumë të gjatë e një vigoni të caktuar. Duhet të kemi parasysh që koha, pra ditët që një vigon mund të mbahet, është 72 deri në 96 orë. Por dhe kjo gjithmonë nuk është absolute, pasi ne çdo herë duhet ta vërejmë dhe duhet të observojmë vigonin. Sa herë që do përdorim një medikament, sa herë që do përdorim një terapi, sa herë që do administrojmë një injeksion apo diçka tjetër. Neve gjithmonë duhet të jemi vigjilent ndaj vigonit, por më saktë duhet të jemi vigjilent ndaj pacientit në ndonjë çdo simptome që ky pacienti do të shfaqë. Komplikacioni i dytë më i shpeshtë që ndodh gjatë një procesi të KPV-s apo dhe pas inserimit të tij është infiltrimi. Po çfarë është vetvete ky nocion? Infiltrimi është çarja e venës dhe nga kjo çarje medikamenti apo likidi kalon jashtë saj dhe grumbullohet poshtë lëkurës. Disa nga simptomat që pacienti shfaq janë dhimbje, por ajo që është më kryesore dhe më specifike, pra që e specifikon dhe e karakterizon infiltrimin, është edema që mund të ndodhi nga grumbullimi i likidit apo i medikamentit në lëkurë. Ajo çka infermierja bën është si fillim dalimi menjëherë i medikamentit, heqja e KPV-s dhe më pas duke komprimuar dhe duke munduar të shtyjë likidin apo medikamentin jashtë nga vendi i punktimit. Pasi bën këtë gjë, e lyen me një xhel arnika apo lotën xhel në mënyrë që pacienti mos të zhvillojë hematoma më vonë, edhe më pas bën një komprimim me një bende të vogël të zonës ku ishte edhe KPV-ja. Një tjetër komplikacion është edhe ekstravazioni. Ekstravazioni gati është njësoj me infiltrimin, por me 2-3 gjëra të vogla. Ekstravazioni është një urgjencë mjekësore, sidomos tek medikamentet kimioterapeutike. Kryesisht është dalja e medikamentit dhe e likidit jashtë venës, por kryesisht ekstravazioni ndodh në lëkurë, pra përpara se të shkojë në venë, përpara se të futet. Nuk është grumbullimi në lëkurë, por është jashtë saj, pra është derdhja
e medikamentit jashtë. Simptomat janë skuqje dhe dhimbje e pacientit, është urgjencë infirmierore, por menjëherë infirmieri bën ndalimin e marrjes së medikamentit dhe heqjen e KPV-s. Dhe komplikacioni i katërt, por jo nga rëndësia, është infeksioni. Në momentin kur një infirmier nuk respekton kushtet aseptike gjatë vendosjes gjatë inserimit të një KPV-je, pra gjatë inserimit të vigonit, mund të ndodhë që pacienti të krijojë infeksion lokal. Disa nga simptomat e infeksionit janë në momentin që e prekim lëkurën përreth, ajo është e ngrohtë, ka krijuar një tip skuqje dhe edeme, dhe gjithashtu mund të ketë edhe pus. Në momentin që infirmieri e vëren këtë gjë tek pacienti, ajo çka bën është heqja e menjëhershme e KPV-s dhe njoftimi i mjekut për përshkrimin e një antibiotiku. Ne kemi ardhur në momentin më të bukur të videos, ku shumë nga ju e kanë qejf dhe mezi e presin. Jemi në kohën e quizit. Dhe si gjithmonë më shkruani komentet tuaja, pra më shkruani përgjigjet tuaja poshtë sesioni komenteve, sepse jam shumë kurioze të di a ka arritur të përçohet tek ju dije që unë kam dashur sot. Cili vigon përdoret për bebet e përsalindura? Vigoni roz apo ai i verdhë? Cili vigon është 20 gauge? I verdhë, roz apo blu? Cili vigon përdoret për transfuzion gjaku? Cili nga këta vigona ka diametrin më të madh? Cili është ai mjet që nuk e kemi vendosur në tavolinë? Ky është edhe leksioni për ditën e sotme. Shpresoj ta keni shijuar shumë, sepse unë e kam shijuar pafund, por më e rëndësishmja është të keni mësuar prej tij. Herën tjetër neve do të flasim, më saktë do të demonstrojmë hap pas hapi inserimin e një vigoni, pra inserimin e një kateteri periferik venoz. Do flasim hap pas hapi me kushtet aseptike. Ndërkohë, më shkruani poshtë në komente gjithashtu nëse keni vendosur deri më sot një kateter periferik venoz. Pra, nëse keni vendosur deri më sot një vigon, sepse jam shumë e kurioze ta di. Dhe për këto që kanë ndjekur videon deri në këtë moment, më dërgoni një zemër jeshile. Mos harroni të bëni like, mos harroni të bëni subscribe, share, komente për më shumë video të tilla. Ne do të shihemi në videon e ardhshme. Paçi!